Ekipi i reportazhit Ma Pikturo Ëndrën sot do të prezantojë shtëpinë e bukur të Niazi Osmanit nga Gjirani. Kjo shtëpi edhe pse një katëshe në kuadër të saj posedon 250 metra katror. Pronari i kësaj shtëpie të bukur ka vendosur që në kuadër të shtëpisë së tij t'i përfshijë të gjitha detajet e nevojshme që ajo të jetë e kompletuar. Duke filluar nga kopshti i cili është i gjelbruar dhe edhe pse jemi në vjesht, lulet në këtë kopsht ende lulëzojnë dhe i japin kësaj shtëpie një pamje shumë të bukur. Po ashtu në kuadër të oborrit të tij ka krijuar edhe hapësira për qëndrim ditor, të cilat pronari thotë se i shfrytëzon maksimalisht. Zotri Osmani ka menduar edhe për nipërit dhe mbesat e tij, pasi që në kuadër të oborrit ka krijuar edhe ambiente me lodra ku ata mund të argëtohen gjatë kohës kur vijnë te gjyshërit. E ajo e cila këtë shtëpi e bën edhe më të bukur është hapësira e pishinës për të cilën pronari ka ndarë 100 metra katror. Pishina e kësaj shtëpie është e thellë deri në 1.4 metra. Që ky ambient është më i shfrytëzuar i gjatë stinës së verës tregon edhe fakti se pranë saj pronari ka ndërtuar edhe një kuzhinë verore. Ndërsa karakteristik në arkitekturën e shtëpisë është vetë plani i saj, ngjyra të bardhë dhe zi, si dhe fasada me shkëlqim. Nga këto pamje shumë të bukura të eksterierit të kësaj shtëpie, vazhdojmë për të prezantuar edhe më tutje pamje të bukura, të cilat mund t'i shohësh në interierin e saj. Sa po të hysh në këtë shtëpi, do të kesh përballë një pamje shumë të bukur të dhomës së ditës. Mobiljet e importuara nga Turqia karakterizohen me punimet e drurit të cilat e përbëjnë dizajnin kryesor të tyre. Këto mobilje me një kualitet të lartë të lëkurës kanë ngjyrë bordo.
Në këtë ambient ka shumë elemente për të cilat vlen të flitet. Pas mobiljeve, padyshim se do të bie në sy edhe kjo komodinë, e cila është e prodhuar në Turqi. Edhe në këtë komodinë do të hasësh punime shumë të bukura në drurin me të cilin është punuar. Ngjyra krem e cila dominon në pjesën më të madhe të kësaj komodine përshtatet mjaft mirë me këtë detaj me ngjyrari. Në këtë ambient, pronari ka vendosur të ketë edhe oxhakun, pasi që padyshim ky detaj e bën të duket këtë ambient më të ngrohtë dhe më familjar. Në këtë ambient elegant dhe mbretëror, pronari ka kushtuar rëndësi edhe ndriçimit, ku në plafonin e shtëpisë ka vendosur që ndriçimi të reflektojë nga këta mozaik të veçantë. Nga këtu nuk mund të largohesh pa të rënë në sy edhe ky mangall me ngjyrari, për të cilin pronari ka shpenzuar një shumë të konsiderueshme parash. Në këtë hapësirë jo të vogël është e veçantë edhe kjo vitrinë importuar nga Turqia, ku pronari ka vendosur pije të lloj-llojshme alkoolike. Në hapësirën kryesore të shtëpisë është e inkorporuar edhe kuzhina, e cila po ashtu është prodhim turk. Në kuzhinë pronari ka vendosur të kombinojë ngjyrat krem dhe të zezë, dhe kjo duket të ketë pas rezultat të mirë të punës përfundimtare. Edhe elementet dhe pajisjet e domosdoshme në kuzhinë janë përzgjedhur me kujdes të posaçëm. Trepezaria në këtë shtëpi para së gjithash është shumë e përshtatshme, duke mos lënë anash dizajnin shumë të bukur me të cilin është punuar ajo. Kjo tavolinë për ushqim duket mjaft luksoze për shkak të cilësisë së materialeve me të cilat është punuar ajo, komoditetit që të ofron, si dhe dizajneve të cilat janë përdorur në të. Në kuadër të kësaj shtëpie janë edhe 3 dhoma të fjetjes. Kjo është dhoma mbesave të pronarit, mobiljet e të cilave janë të prodhuara në Kosovë. Në dhomën e tyre ka vendosur që të mbizotrojë ngjyra e kuqe për shkak të reflektimit pozitiv që ka kjo ngjyrë. Me të njëjtin stil ka vepruar edhe në dhomën e nipërve, të cilëve duket se u ka krijuar një ambient shumë të ngrohtë dhe të rehatshëm, jo vetëm për gjumë, por edhe për aktivitetet tjera të fëmijëve. Ndërsa dhomën e tij pronari ka vendosur të mos e ngarkojë shumë, duke e bërë atë të shfrytëzueshëm vetëm si ambient gjumi. Ngjyrat e mobiljeve të prodhuara në Itali janë të kafta, pasi që është ngjyra e preferuar e çiftit.
Në kuadër të kësaj shtëpie janë edhe 2 banjo, muret e të cilave janë të mbuluara me qeramika të prodhuara në Spanjë. Përveç cilësisë të tyre, qeramikat në këto banjo kanë edhe dizajne shumë të bukura të cilat karakterizohen me këtë punim ngjyrari. Elementet tjera të banjove janë prodhim italian. Kështu dukej shtëpia e Niazi Osmanit nga Gjilani, ndërsa ju shikues të reportazhit Ma Pikturo ëndrrën, tashmë e dini adresën ku duhet t'i bëni propozimet tuaja për shtëpi të cilat konsideroni se mund të jenë pjesë e këtij reportazhi. Faqja jonë zyrtare në Facebook është Shtëpitë e Bukura të Kosovës, Viz RTV 21.